Një banesë është përfshirë nga flakët në orët e para të mëngjesit të kësaj të hëne në bulevardin Vlorë Skel duke shkaktuar panik tek banorët e zonës. Ngjarja ndodhi në lagjen Isa Poletini, një zonë mjaft e populluar e qytetit, ku banorët janë zgjuar nga tymi dhe flakët që dilin nga apartamenti që po ndiqnin në ekran. Sipas informacioneve paraprake, dyshohet se shkak i zjarrit ishte një bombull gazi, e cila mund të ketë pësuar rrjedhje ose shpërthim për shkak të përdorimit të pakujdesshëm apo kushteve teknike jo të sigurta. Fatmirësisht nga ngjarja nuk raportohet për persona të lënduar, ndërsa ka vetëm dëme materiale. Menjëherë pas njoftimit në vend ngjarje kanë mbritur forcat e shërbimit zjarfikës së bashku me policinë, të cilat kanë ndërhyrë për shuarjen e flakëve dhe izolimin e zonës për të shmangur përhapjen e zjarrit në banesat përreth. Ndërhyrja e shpejtë ka për të mundur neutralizimin e situatës brenda një kohe të shkurtër, duke shmangur pasojat e rënda. Policia ka nisur hetimet për të zbardhur dhe thanat e plotë të kësaj ngjarje dhe për të përcaktuar shkakun e saktë të zjarrit. Ekspertë të shërbimit zjarfikës dhe të policisë po punojnë për të verifikuar nëse bombula e gazit ka qenë e certifikuar dhe nëse janë respektuar kushtet e sigurisë gjatë përdorimit të saj. Me rënien e temperaturave dhe hyrjen e kulmit të sezonit të dimrit, situata paraqitet shqetësuese në drejtim të përdorimit të bombulave të gazit dhe mjeteve alternative të ngrohjes. Shumë familje për shkak të kostove të larta të energjisë elektrike i drejtojnë bombulave të gazit, shpesh pa respektuar standardet e sigurisë apo pa kryer kontrollin teknik të nevojshëm. Ngjarje të tilla rikthejnë vëmendjen e rëndësisë së masave parandaluese dhe ndërgjegjësimit të qytetarëve, veçanërisht gjatë muajve të ftohtë, ku rreziku nga zjarret në banesa është më i lartë. Në këto kushte, qytetarët duhet të tregojnë kujdes maksimal në përdorimin e bombulave të gazit, duke i vendosur ato në ambientet ajrosura mirë, larg burimeve të nxehtësisë dhe duke shmangur përdorimin e pajisjeve të amortizuara. Po ashtu rekomandohet që çdo defekt apo rrjedhje e dyshuar të raportohet menjëherë për të parandaluar ngjarje të rënda.